Përshëndetje miqtë e ekranit të televizionit të UTA, takomi së bashku në emisionin Portreti me mua Jonida Trumen. Unë në këtë emision shumë nga të ftuarit i kam pasur nga ana mashkollore, të gjinisë mashkollore, ndërsa sot me mua është një zonjë nderuar me profile të shumta. Ajo është një personazh e cila ka arritur shumë në jetën e saj, është Diana Pelinković. Ajo që pranoi të jetë sot me mua në studio, unë ju falenderoj shumë dhe ndihem jashtëzakonisht e privilegjuar që ndaj të njëjtën studio me juve. Faleminderit në thirrje. Ja dhonja me kënaqur si jam me ju sot. Ne do të fillojmë me këtë emision. Emisioni Portreti ka të bëjë me biografinë e vetë personazhit. Kush është Diana Pelinko? Na tregoni pak për shikuesit e televizionit të UTA. Nga është Diana Pelinko? Diana Pelinko është nga Ulqini, prej Bratice. Kam jetu në Bratic, kam le në Bratic. Ato jam rrit, Ulqinake. Po, na tregoni pak për vitet e para të jetës. Ku i kaloni këto vitet e para të jetës tuaj? Ku vijoni shkollimin fillor flas? Unë deri si 28 vjeçare kam shlu Ulqinin, deri në kohën e 28 vjet, kam qenë në Ulqin tanë, kohën në Ulqin. Kam jetu si thash në Bratic, shkollën e fillore e kam marru në Ulqin, në Boshko Strukar, shkollën. Gjimnazin e kam marru në Tivar, se kam qenë ma tepër e napën për ta, si me thënë, biologji, matematike, tata kam gjithë venin në Tivar, a kësënile kam marru fakultetin e kam marru gjimnazin në Tivar. Mësënenën, mas gjimnazit, kam punu një 2 vjetë, vetën nuk ka qenë puna, kam punu sezonale. Në Neptuni ka qenë tash ishtë Ulcinska Riviera për para, ishtë thirë Montenegro turist Budva, ata kanë qenë tana punë sezonale. S'ka qenë mujësi me gjithë një punë stabil. Me vërtet se allone jam martu shumë heret, jam martu si 17 vjeçare. Në rasën vetëni, a kishëm i ba prapët punë me siguri pa, se nuk jam pejnukur. Masine kam marru fakultet, kam marru ekonominë ma parë në Podgoricë. Fakultetin e ekonomisë? Në Podgoricë, pa. Prap turizmin e kam pas më të afer. Edhe jam regjistru në Kotor në fakultet turizmit, e kam marru edhe fakultetin e turizmit në Kotor. Magjistroni në fakultetin e turizmit në Kotor? Në Kotor, pa. Alla të dhe e kam magistraturen. Veton, une kanë qenë nërmjet të ty në taneve ka pas paksa lofta, dise jam martu e heret, si jo thash 17 vjetë i kam pas kër jam martu. Atëherën jam nanë fmish, kam 2 djelme, kam qenë si me dhanë, mi shlyp me merit edhe fmit, e kam ba dhe pauza paksa. Ali kam pas, vullnet, kam pas qef mi maru. Kam pas... Në qëfar moshët e përfundoni fakultetin? Fakultetin kam pas 42 vjetë kër e kam marru magistraturen. E sot 61. 61 që nuk do... Besoj që asë shikuesit nuk do t'i jepin aq vite. Faleminderit, asun s'kishe me i marrë vetën ato janë. E njështë më se i kam jetu pëtha me 92-ën, kam shku në Paris. Kam qenë 30 vjetë në Paris, deri me 2022-ën. Një menë se unë e kam marrë shpes se kam pas printu, si familje ishte ditun. Cila ishte arsyeja pse ikni në Paris, herën e parë flas? Pa, kështu, unë e para gja kam pas vlazën të atje, se koha 90-ën ka qenë paksa e zorshëm për krejt gjëndë në Maldëzije. Po, trazirat asë. Pa, kanë qenë e vërtet. Punë regullisht nuk kam pas atë kohë. Fëmijët e vogël, vlazër t'i kam pas në Paris, ati kam pas dajen edhe tezen. Edhe unë e kam shku si turiste, me një kofer ndore me 2 fëmij. Në Paris, kam menu me shku një muj, edhe mi vizitu Parizin, se Parizi
Tana Parizin diçka se dim se ish metropolë dërnjaje, kena, si me thanë, ka qenë, zdi si me thanë, shqip izazov me pa Parizin, e kam pas qefi ka qenë me pa Parizin, se ti rrit në Ulqen e ta keni për Pariz, asi, edhe kam pas familjen e ti, kam pas mujësi me pa, ashtu kam shku, edhe s'kam ardhë mas në ndër deri me 22-ën. Pse? Atëherën kanë fillu luftat në për Bosnje, nuk ka qenë vakt shumë i zoshëm, i dopt për me mujtë me jetu me asi, ali kam thonë për presim, kanë fillu atëherë dhe luftat e gjanat, edhe kena menu hajtë të kalojnë një shkenjë. Ju bashkan gjitë edhe bashkëshorti kur ishit atje? Në cilin vetë vjen edhe burri atje? Unë kam shku me 1992-ën, a i ka ardhë me 93-ën, se a i ka punu si detar, ka qenë si detar në për vapore. Edhe kanë pas një rrugë me shku për Amerikë, puna e embargos Amerika nuk ka qenë e mujton, edhe kanë këthynë në Francë, në një qytet detar si Thire të Rwanë. Unë kam shku me fëmi, e me vlane jemi mi pa, me asje, a i ka me ne në pi Iranit, pi ti qytet ka në Paris, në qytet tjetër, një avë me ne, edhe me këthym rapa. Ditën kër e këna këthym rapa, të shëqni e ti, tani kanë thënë që keme batë, është ti me ke familjen të anto, në nuk dim si ka me kalu puna atje, se kanë fillu luftet e gjanat, ti ish mushmenje me shpejt, edhe ish nalë. Unë e vërtet se unë jam adaptu në Paris edhe ju falimendoj tani jetën se ti jem gjallë se më kanë dalu prej popullit tyne, kam qenë respektu mund si tanë franqezet, e keni marrë, kërkush mësë më ka vetë, asë pse keni ardhë, asë cilën jeni fe, për cilët tokë vini, kur gja, kërkush sepse ata ta pytje si janë tokë e në aktuel, atje s'kanë qenë, edhe jam e knaqën se i kam pas dyrë të qilu në gjëse kejtë. I kam pas dyrë të qiluna, se s'kanë ba dalim. Edhe Kastanile, une, si të si, unë kam pas shpirtin në Ulqen, në Malzi, e trupin në Paris. Vetën sat, në rasën vetën, si me najnë sat, e vërtet se Ulqini ishtë qyteti jem, se, si me thanë, unë thëmë dashuria jeme e parë, ishtë Ulqini, edhe shifni se jam këto, e këtu ka me qenë, mënej me bërë, sa mund që dhe se mund e ba mirë për Ulqen. Arsyen e këthimit tuaj në Ulqen që do të flasim, edhe me punësimin tënd dhe fillimet tuaja në Paris, dua të shkojmë pak të kjo pjesë më sentimentale, më ndjeshme. Na tregoni pak për njohjen me burrin tënd, me qenë se përmende që 17 vjeçë ishe kur je martuar. Si ishte historia juaj? Unë jam prej familje Pelinković, edhe ai është Pelinković. Unë kur kam shku me shkollë të mes, me gjimnaz një skuzje me feribot, e i ka punu në feribot, në vapur, për Dubrovnik, kena shku me shkollë, edhe mu më vesin tanë, qka kam filanin, pëse ishë Pelin Kolaj. Unë i thomë, me sigurie na kushrin vetën unë, nuk e njafë. Ashtu në njoftu në vapur, kur jena njoftu a ditë të skuzjes në vapur. Edhe vërtet se unë kam menu se për vërtet se ishtë kushrini me mbejemen, ishtë kushrini jem. Unë e knaqën, kam a shpirë, bisidaj nanes e babes, edhe gjyshit si kam njoftu një kushri, shumë ka qenë jem, ka qenë, më thanë, ashtu si ka qenë e vërtet. Baba më thotë, pa vërtet, edhe ata kanë bëjem në njësaj si na, vetën na nuk jemi familje, si më thanë, nuk jemi kushrin, bela dikut lartë, bela nuk di, pa ka shumë pelink këtu, si ka bëjem në tjera. Atër më ka na për shemull një bëjem në tjetër, 2-3 me më kalzu. Vetën, une mëse saj gjakën marrëvesh se nuk jemi familje. Unë në shkolla i vinte shpesh kry, 2 herë një javë për i tivarit se punon të në feribot, vinte me më pa, ashtu ka fillu romansa jonë, si me thonë, shumë simpatike, dhe sa të këtë ditë, mas 43 vjetë mërtes kam une, mas 43 vjetë dhe mund me thonë se sa të këtë ditë njështu kishe mi ba prapë, edhe më duke se ka qenë një jetë ish me faza. Pa ata janë ma bukra faza njetë. Ma bukra njetë.
Ju keni edhe 2 djemë. Po. Sa vjeçari ishe kur e bërë në? Kam pas 22 vjetë, se kam prit me maru fakultetin për funa familjes. Kam pas 22 vjetë kur jam banan pare në herën, më kalit djali ma Fedini me 86-ën. Djali dytë mensuri më kali me 88-ën. Kam pas 22-23 vjetë atë kohë. Po si ishte ai kapitull në re, fakultetin e përfundon, sfidat shtohen? Po, unë jam, gjithmonë i kam dashur fëmijë, sa të këtë ditë. Unë jam shumë e lidhur, unë jam vetëm me fëmijët mi. Unë fëmijët në rrugë kur i shoh, unë e kënaqem. Edhe i du, unë burri i da fëmijët ishte vërtetën, vetëm s'ka qenë marrë. Unë të kishte dash burri, unë jam dikush si kam qef familje të madhe. Unë i kam 2 djalë, kam tanë botën, për kam edhe 2 nipa, edhe 2 mesa, e njështë jam e knaqim, janë krejt e pletsumën, nanë e pletsumën. Të vazhdojmë tani në vitin 92 dhe që shkoni në Paris. Nisni drejt një rrugë për të shëtitur dhe përfundoni atje për 30 vite. 30 vite që ndroni në Paris. Dua të di cilat ishin sfidat e fillimit, sa ishin vështirësitë e mëdha dhe sa shpejt keni arritur të adaptoni në një vend plotësisht ndryshe nga Ulqini. Unë kam shku si vizitar, me folë drejt, se kam shku si vizitar, kam qenë pa punë, s'kam pas, si me thanë, obligim, fëmijët i kam marrë me veti, edhe kam shku si vizitar. Si ju kam thanë, kam pas familjen atje, kam pas 2 vllazën të atje, edhe dajen edhe tezën e jeme. Si më kanë nimu, mësej kur kam asi me vumenen me nenjë, atëra ka qenë ma ndrysh, edhe kam qenë e knaqën si kam shku. Sa kam qenë e knaqën kur kam shku, aq kam qenë diçka... E kishe ndjenjen që do të qëndroje? E vërtet. Ati fillon luftat, si ju tha që pak parë. Edhe ka qenë, këna prit, hajtë Bela Kalan një kejtë si një fortun, një fazë, një fortun Bela Kalan për me këthy me fmisa. Unë kam pas babën e nanen, këtu si me thanë, unë s'kam dasht kur njëtë me Milan, babën e nanen, edhe ka qilu të më nështu si s'kam dasht. Fitimet kanë qenë zoshëm, jeta ishte zoshë e bukur, e zoshëm, ka shumë gjanë, vetën, kur e bënd ti me vullnet, kur ke me, si me thanë, me dashuri, se kam pas edhe fmit me veti, edhe burri mëse më ka ardhë, mas një 5-6 mujve ka ardhë dhe në Paris, si ju thaqë, nuk ishtë kalaj, e vërtet se nuk ishtë kalaj. Vetën me shpejtja më adaptu, edhe të përmen prapë se kam thanë, unë e kam pas trupin në Paris, e shpirtin në Ulqin, në Braticë, velem ate për ke baba ke nana. Si me thanë, jam adaptu kalaj, më kanë akceptu mirë, vetëm kam menu një vjetë se kam e këthy ma parë, nuk kam menu se kam e kalu 30 vjetë në Paris. Atyran kur kam pasi luftat shtrihen, Bosna ka qenë atyre flak, frigat, se kam fëmijët e vogël, edhe e kam pru venimin me nenja atje dhe janë shkru fëmijët shkollë, masë nenan nuk ka qenë kalaj, kam pas nimen e burrit. Unë sa të këtë ditë kam krahin e familjes. Aja gjajsh si më ka nimu tani jetën me, si me thanë, tani jetën më ka napë Shtys, si më ka napë erë për me mujtë me maru. Unë sa të këtë ditë, qëka da si kishe me, si me thanë, se më duket se jam hala e shgasem, unë hala me punu, hala kam vullnet, hala kam qef, hala jam për këso bela dinamika, si sojt. Ata mu kishin me majtë krahin, fëmit edhe burri, aje gjaja mama dhe në familje. Në të regoni për punën e parë në Paris. Si arrini deri të gjeni kontaktet? Si me thanë, kam pas shumë të njoftën në Paris, kur kam shku, edhe si me thanë, kam shigu Bela më gjinja ta një punë diçka.
E vërtet se janë munu, unë s'kam ditë gjuhën, si lipet, edhe s'kam pas kohë me shku shkollë në Paris me fësu gjuhën. Unë e gjenjë një punë një hotel. Në për ta, si thë një oglasët si janë, si thë... Në gazeta? Në gazeta, pa. Edhe unë shkanja dhe lejmërohem. Me vërtet, mas 3 ditëve, më kanë kërku, më kanë thirë, edhe unë kanë fillu me punu një hotel. Atë ishtë kërku dikush për mëngjes, si me thënë shef restoranit për mëngjes. Edhe unë kam thënë, po, du me punu, kam fëmit, lupet me punu, lupet asi. Nuk kam marrë pri pune, unë si me thënë, Po, qëfar do që tjetë? Ishtë ditën, puna ishtë punë. Edhe unë kam fillu me punu atje, vetën hoteli Westminster ku kam punune, patroni Westminster ka qenë një hotel, si me thënë, elit, një ka 5 etuala, në Place Vendôme, si me thënë, hoteli bashka pas, si dojnë... Prestigjos. Prestigj, pa. Gazda i hotelit ka ardhë një mëngjes në salë, ditën kur kam fillu me punu, unë s'kam ditë se kush ishtë, edhe mas një 2 sahatit si ka ardhë, unë s'kam ditë se ishtë patroni, s'kam ditë kur gja, mu po më thrasin për recepcionit me ardhë, më kërkan patroni me folë. Unë edhe kam ardhë ka menu se bëne puna gjuhes, nuk ishtë pëlqy puna jeme, se nuk di gjuhen korekt. Si lupet. A i mu më ka thirë dhe më thotë, a dini pse ju kam thirë, o njësat ju, ka qenë një, i ka pas atyra në zisa, pëse që shëdjes zisa i ka pas patroni, ali ka qenë një personazh, bash personazh, si njeri, edhe më thotë, a dini pse ju kam thirë, se unë e kam hangër në gjesin ke jo, ali unë ju nuk ju shaf atje, unë ju shaf ju ma parë në recepcion. Unë kam qenë, si me thënë, e habitun, i thëmë, ali ju dini se unë nuk e flasë mirë frangishtën. Ka qenë koha kur se kam folë mirë, se kur kam shku në Francën, si kam ditë 3-4 fjallë frangisht. A i mu më thotë, me cilin gjuhin atë i folën e ti, unë i thëmë, ju frangisht, e unë munohem me folë frangisht. A i mu më thotë, ata musafirë që vinë në hotel tem, ata s'ka nevoj me të marrë vesht, ku gjama ate për se unë ju ju marrë vesht krejt. Edhe tretën ditën kam fillu me punu në recepcion si recepcionist, edhe për njëherë kam qenë shef recepcionistave. Mas një 7-8 muaj kam qenë edhe shefi personalit atje. Edhe kam punu atje 11 vjetë, kam punu në atë hotel, kam qenë e knaqën. Vetën me 2003 kam pas një thirrje prej Malit të Zi për kompaninë Arien, Montenegro Islands. Më kam pas një thirrje se aty ne i shlyp dikush si e flet gjuhën frangjishte, se unë e këta 11 vjetë e kam mësu, e flet gjuhën frangjishte, di gjuhën e jonë, prap edhe një menë se në gjermanishtën e kena ditë në Ulqen, unë e kam ditë gjermanishtën ma mirë se të, se kolonista shqisa vjetë e kam mazor me asi, betu një kena ditë, kena jena të dhanun për gjuha. Edhe unë i thamë, po vetu një jeni sezonal, kja kam e qenë kompania, kam e pas linjet sezonal. Unë kam 2 fëmijë, kam burin, më lupet puna, si me thanë, tanë vjetën. Ata kanë pas e kam unë me drejtë, se ata s'kanë mujtë me më garantu një pun tanë vjetë, se ka qenë linja, ashtu me qenë një 2003 sezonale. Qysh në maja, duke se ka qenë maj, pa. Gjatë sezonin veror. Pa, deri në marim gushtit. Ata mu më vesin, a kishe me akseptu, me ardhë një mu, honorar, kur mon. Unë e vërtet se e kam ba me gjithë shpirt, me gjithë qef, se prapë kur jeti për jashta, që dhe se ishë prej tokës tjote, ishtë ma e afer. Atë nuk mundesh, atë zemra e menja nuk kombinohen. Zemra menën kështu, e menja di se mu më lypët me gjithë punë për një vjetë, me punu tanë vjetën. Pa mirë me 2024, ata e kanë ba, ka qenë si me thane qilën kompania regullisht, e unë e kam kalu atje me punu prej hotelit. Një 4 vjetë e para kam qenë si shef recepcionit,
edhe tash nuk di as me të thënë station manager, ai ishte dikush si... Menaxhuese gjithë stafit, ndoshta. Stafit pa për në aeroport. Edhe i kam bërë me gjithë shpirt. Unë mend se s'kam punu kur në aviacion, deri atëherën vetëm diçka si e kena me shpirt e me zemër, ata i fsan kallaj. Ishte eksperiencë e bukur kjo në Shumë. linja ajrore. Shumë e bukur. Aja, pa disi që Montenegro i lanë si ka qenë, unë kam shigu si me qenë i treti fëmiu jem. Ashtu më duk, a thu se, si me thënë, unë jam nana atje, se kam qenë përfaqësuese pa atje. Kësaj kompanie. Edhe ta shpirtin e kam nap me shigu, me prusamat e për turiste, me kalusi me ba... Oferta turistike. Montenegro i lanë si ka ba një brand në tanë Evropën, se nuk mundi me marrë, a di kush mundet me marrë vesh, ai si ka jetu për jashta, ai vetën mundet me ditë sa dohet toka jote kur nuk jenë tokë jote, kur jenë diku për jashta. Kur e pan atë logon Montenegro i Lansit, kur e kam pa në aeroport, më ka ardhë vaj pi qefit, se edhe i menonit si janë për turista, për francesis, kur e shofin logon, ata s'kan ditë se na kena pas një transformacije, ka kena qenë Jugosloven, në Jugoslavia, mëse në njëna da, mëse gjinja nuk kanë ditë, dhe ku ish Montenegroja, ata kanë ditë për Jugoslavi, ali s'kan ditë ku ish Montenegroja, për një ta. E për thami, janë dë gjanas, janë dë suvenira si nuk harrohen kërë, edhe dë bukur shtirë zorë, pa, tanë ata punë janë zorë, vërtet, ali kur e bënë si për thanë me dashuri, ta në bahen shumë akallaj. Nga viti 2004 deri në cilin vit punoni në Montenegro? 2004 deri se 2021 me 28 prill e kanë këput Montenegro i Lansin. Më duket gabimi ma i malë si shbabetën dhe të shofin tjertë se ka pas brendin. Montenegro i Lansi ka qenë dera malit zi në tanë botën. Vetën nuk pa bisedom tash, më duke se ka qenë ma tepër gjak politikanske, se nuk ish menu fart për malëzi, ish menu ma tepër me bare revanshizma në politikë. Me 21 e me 28 prill, për një natë e kanë më shilë. Nësë këna ditë, na e këna marrë vesh se ishtë më shilë Montenegro i Lansi në gazeta. Si më thanë, asë ku gjas këna pas për parat me në bagati a diçka, edhe në kanë lanë, si më thanë, me të lanë në rrugë, edhe. Nga viti 2022, rikthejni në Ulqen, por leni familje në Francë. Pa, sa të këtë ditë, unë e kam burin edhe fëmit në Francë. Djali math ishtë nërmjet Francë e Ulqinit, e Malit Zi, sa i ka lanë shumë kohëtu, se punën online shumicen. Veton veni vetë Gërgan, a unë e kam qenë gjithmonë e në apun mas venit. Po, djemët, familja, sa ishte dhënë fëmija në bas vendit? Shumë. Ke arritur t'ju mbjellësh në zemër? Pa, se unë e di kur kanë qenë, si me thanë, adolescenta, 16-17 vjetë, nuk kanë pas qef marë, se s'kanë pas suvenirët bukur, pito pana, kanë pa ushtri dhe kejtë, kanë pa gjinja kur flasin, ja ka është sërbje kështë shqiptarja, kështë si posi, ata si kanë marrë veshtë ata punë, se në familje si kena, ata si maslahatesh nuk i kena pa kur, në mundet me pas, mundet me qenë, sa të këtë ditë, fëmijët e mi mund me tanë, mi znamo, dim qëka ishtë njëri, e qëka ishtë, dikush si nuk ishtë njëri i mirë, një ata i marrim e sa ta flasin ashke. Në ata gjana si kena përmen, aty ne nuk ka shpëlqy këto. E dojshin me shku në toka tjera, dojshin me shku në Shpania, kanë shku në pushime e vërtet, kur i kanë bërë 18 vjetë, e tana, vetëm unë kam qenë diçka e prekun se unë më kartë keqë, më thojshë, a thu se fëmijët e mi nuk kanë më ardhë me jetu në Malëzi, në Ulqen. Se për mu Ulqeni, si familja, si ishtë institucije, për mu ashtë është edhe qytetia. Edhe vetëm si kalojnë vjetë, më ka qillu edhe me qasës, dojshin më ardhë në pushim, e une nuk dojshe me shku kërku tjetër vetë në Ulqen, se une kam pas edhe familje, si të kam thënë nanën e babin. Edhe mëse mas disa vjetëve ata kanë fillu satë, kur ju përmene në Ulqeni, ata menoj një sejsion. Ata nesër kishin marrë veton
megjithëse i kanë shkollat e tana, ish zo edhe në Ulqin nuk ishte kallaj me jetu. Unë atë gja e shaf e di. Më duket se nuk ka mujësi. Na nuk kena fabrike, na nuk kena shumë gjana si lipen, nuk i kemi. Unë e kam pa në primer dhe tash se ke ishte, Ulqini ishte qytet turistik, edhe turizmi ishte në ra, bila vetën Ulqinit, ta në Malit Zi. Aja ishte vetën një dek si e kena në pi privredës, ka privredë e ka Malit Zi, Ulqini tjetër, vetën turizmi. Bela, edhe ka shumë gjënë si janë turizmologë në Ulqin, si e din punën në Ulqin edhe në Malit Zi. Vetën gjinja diçka më duket se kur hynë ata punë ma te përshigojnë për vetë-vedin se për qytet e për gjeveri. Qka ishtë gjëna. Mbas 3 dekadave nga Parisi, riktheni në Ulqin, edhe si një fillim i ri që kishit në Francë, përsëri ju vjen një fillim i ri edhe në Ulqin. Dhe ju përsëri gjendeni aq mirë sa që punsoni përsëri edhe në Ulqin. Kam fillu me punu në fakultet FMS, a ishtë fakulteti Tivatit në Ulqin e jena në qendër të kulturës. Unë jam aty menaxher fakultetit. Vullneti me një mu. Unë ju kam thënë, unë jam dikush si e du rinin, i du fëmijët shumë edhe rinin. Edhe kam qef mi pa rinin sa ma mirë me përparu. Vizeti jem kur e shaf rinin të i përparu. Atyren kam menu edhe për qytetin jem, aty se për Ulqin, na kena 2 fakultetat të sat në Ulqin, FMS ka qenë i pari kur ishtë qilë. Për me mina ma te për jetë një qytetit lëpët me pas studenta. Se studenta edhe banjë. Unë kam da vjetë edhe mund tash me pa ma nërysht se dikush se ishte ri. Një qytet e manjë rinia. Qyteti jetën si jetën e rinia. Dhe një ashtu, si më thonë, jam e knaqë, unë kishë me pas qef me pas ma fakulteta se Ulqini ka mujësi për tana ata gjana. Ulqini ishë më i bukrit qytet në Malin e Zi. Ulqinit ja ka na perenia tana. Gjënë bela ja shumë li perenia ja ka vanë të tana. E lëpët me ja ditë të vjefësin. Unë të falenderoj shumë për këtë bisejë që ishim sot, të pjesa personale që gjithmonë e kam në fund të emisionit, ne edhe pak folëm për këtë pjesë, por dua të prek vetëm një diçka. Si është ndjenja ti jesh gjyshe? Shumë, jo një me kënaqë. Kur gja nuk ishë ma më mirë. Mund kur më vinë një pët e mesat, më duket se kam lindë edhe një herë. Ishte vërtet ajo fjalia ku gjithmonë gjyshrit tonë niprit e mbesa duhen më shumë se vetëmia jote? Unë nuk menaj ashtu. Për nipa për mesa kemi ma te për kohë. Edhe ishte diçka tjetër se ti kur e ke nipin ose mesën, vjen një muj ke gjyshja, ti e di se vinë printe marrin. Me fëmi toke na pas ma probleme se ishte me banjë planin për tanë vjetën, për tanë jetën edhe si. Ashtu bela gjinja menonjë, ali mund mi dasht një sej sa fëmijët e mi, ma tepër nuk ashtë mërësi me i dasht. Unë të falenderoj shumë për këtë bisedë, jam jashtëzakonisht e kënaqur dhe ju jam mirënjohëse që pranuat jeni sot me mua në studio në emisionit Portreti. Faleminderit edhe një herë. Faleminderit edhe për jush për thirrje. Gjithmonë jam musafir juaj kur keni nevojë. Faleminderit. Por falenderoj edhe shikuesit e ekranit të televizionit e UTA që qëndruan të minutazh në emisionin Portreti me mua Junida Trumen. Ne takohemi përsëri javën e ardhshme në po të njëjtën orë, në orën 8:30. Mirupafshim dhe mirëmbëjtje.